Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se po takohemi edhe sonte në këtë takim të radhës në emisionin tonë. Ky është i dërguar jem në transmetim të drejt për drejt. Kemi folur për betejën e Uhudit. Kemi filluar që të flasim për betejën e Uhudit. Dhe kemi përmendur edhe nismën e kësaj betejë dhe problemet që u shfaqën në nismën e kësaj betejë, veçanërisht me problemet që i shkaktuan hipokritët, munafikat. Zatën ata janë gjithmonë burimi i problemeve dhe i përqarjeve dhe i zbrapseve dhe ikjeve dhe tradhive të ndryshme. Lufta e Uhudit ka ende çfarë për të treguar rreth saj. Sonde të nderuar shikues, do të dal pak nga rrjedha e temave tona për të folur për një temë tjetër. Për faktin se kjo është temë shumë e rëndësishme edhe është një temë që realisht ndërlidhet me kohën që ne po e kalojmë. Dikush po të mendon se do të flas për ndoshta ngjarje politike apo për ngjarje të caktuara sociale, ekonomike, kështu me radhë, koha që po kalojmë do të flas për temat tona. Do të flas për temat që na afrojnë tek Allahu i mënduar. Do të flas për disa ditë veçanta që fatkeqësisht shumica e njerëzve nuk janë të kujdesshëm e as të vetëdijshëm për vlerën e ditëve që jemi në prag të tyre. Të nderuar shikues, vëllezër dhe motra, Allahu te barek ve taala i ka ndihmuar njeriu në forma të ndryshme. I ka ndihmuar që ai gjithmonë të pasurohet, të ngritet, të pastrohet me vepra të mira, të pastrohet me vlera, të pastrohet me vlera, e të pastrohet nga veset e këqija, të pastrohet nga mëkatet, të ngritet në shkallët e njerëzve të devotshëm, që të bëhet nga ata që Allahu te barek ve taala i don. Dhe kjo padyshim se është përkrahja më e rëndësishme dhe përkrahja më e nevojshme që i duhet njeriu në jetën e kësaj bote. Edhe pse njerëzit kërkojnë përkrahje nga Allahu xhallahu ala edhe në fusha të tjera të jetës, edhe pse kjo është normale, të kërkosh nga Allahu me të përkrah në studimet e tua, të kërkosh nga Allahu me të përkrah në biznesin tënd, në punët e tua, në kthimin e borxhit, në shërimin nga smundjet, gjitha këto është e kërkuar, madje për më pak se kaq. Duhet gjithmonë kërkuar ndihmën dhe përkrahjen e Allahut. Duhet gjithmonë Allahun më mbështet. Mirë po, përkrahja e Allahut xhallahu ala në nivelin që përmend është padyshim për neve më e rëndësishme. Nga se tek e fundit dunjoja kalon. E arrite kët apo nuk arrite, ato shkojnë të gjitha, por mbeten veprat e mira. Sikur se Allahu xhallahu ala tha në Kur'an, "Wal baqiyatu s-salihatu." El baqiyat ato që mbesin, të mirat që mbesin. Çto më rëndësi? Këto janë ato që njeriu duhet të vrapon dhe të lodhet të angazhohet për arritjen e tyre. Andaj Allahu xhallahu ala për të na pasuruar në këtë aspekt, zakonisht Allahu xhallahu ala kohë pas kohe hap sezona të veçanta për besimtarët dhe besimtarët që brenda atyre sezonave ata në mënyrë më specifike, më të veçantë të përkushtohen në adhurimin e Allahut të mënduar dhe pastaj në mënyrë më të veçantë të shpërblehen me shpërblimin këto ditë është më i veçantë se në çdo ditë tjetër. Ne e kaluam muajin Ramazan dhe ishin ditë veçanta, por dhe ditë i fundit ishte shumë i veçantë për neve. Andaj edhe angazhimi besimtarëve në ditë i fundit ishte shumë specifik. Besimtarët frekuentuan xhamiat më të mëdha, qoftë në taravih, namaz natë, namaz sabahut, leximi i Kuranit ishte shumë i theksuar tek besimtarët se sa në ditët e tjera, për faktin se këto 10 ditë nuk janë të rëndomta. Dhe ishte një zellshmëri sinqerisht lakmuese nga ana e besimtarëve në kërkim të natës së Kadrit. Ja nuk kaluan, domthon 2 muaj kaluan, po them kushtimisht, 2 muaj kaluan nga përfundimi i Ramazanit dhe tashmë jemi në prag të 10 ditëve tjera. Por kësaj radhe nuk janë netët, por janë ditët. Domthon që Allahu xhallahu ala edhe këtu na bën një lloj-llojshmëri që njerëzit realisht të barten nga një mënyrë në mënyrë tjetër që gjithçka të jetë më interesante dhe gjithçka të jetë në përgjigje
të asaj që Allahu xhallahu ala na ka thirrur. Nga se është ai që na thret për punë mira e ne I përgjigjemi. Dhe ne duhet t'ia dëshmojmë Allahut gatishmërinë për t'u përgjigjë, natën apo ditën. Natën në 10 ditë e fundit, ditën tash në 10 ditë e para të muajit Dhulhijja. Çdo vit të ndëruar shikues ne flasim për to 10 ditë. Wallahi, kjo është minimumi që mund të bëjmë. Kur kemi parasysh çfarë rëndësie kanë këto ditë, çfarë vlere kanë këto ditë. Këto ditë, domthonë, janë 10 ditë para të muajit Dhulhijja. Ne jemi tash në muajin Dhulqa'da, muaji I 11 I kalendarit hijri. Muaji I 12 është muaji Dhulhijja. Ky muaj fillon mërkurën apo taj të varësh nga përcaktimi I ditës së parë të muajit Dhulhijja nga autoritetet e Arabisë Saudite, kur caktohet edhe dita e Arafatit. Po ne jemi në prag, sot është e hane, filluan mërkurën, filluan tajtën, nuk dallon një ditë, por dua të them që jemi në prag të këtyre ditëve të rëndësishme që duhet kurtuar vëmendje të madhe të nderuar shikues këtyre ditëve. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam veçante adhurimet, veçante përkushtimin në këto 10 ditë e para të muajit Dhulhijja. Allahu te baraka wa taala betohet në këto 10 ditë. Al fajr wa layalin 10. Allah betohet në agimin dhe betohet në 10 netët. Këto janë përshlim mes ka ardhur mas agimit, janë përshlim 10 ditët e Dhulhijjes sipas shumë dietarëve të komentet e Kur'anit. Madje ka transmetime nga Ibn Abbasi, nga njohësit më të mirë të komentimit të Kur'anit, se betimi I Allahut në 10 netët apo 10 ditët që betohet në surën El Fajr është për qëllim domthonë 10 ditësh I parë I Dhulhijjes. Dhe në atë që Allah betohet ka diçka të veçantë, ka diçka specifike. Madje pejgamberi alayhi salatu wasalam në disa hadithe ka folur për këtë 10 ditësh. Një nga këto hadithe është ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam se nuk ka ditë gjatë vitit që vepra e mirë e kryer në ato ditë të jetë tek Allah më e dashur, më e pastër se në 10 ditë e para të Dhulhijjes. E çka nuk kupton kjo të ndëruar shikues? Nuk kupton se Allahu xhallahu ala çdo herë I don punë të mira. Kurdo që besimtarja bëjnë punë të mirë, Allahu I don punë të mira. Allahu xhallahu ala don çdo punë që e bën ti, çdo fjalë, çdo bamirësi, çdo kontribut që ti e jap në emër të Zotit xhallahu xhelaluhu. Sot është ai më minimal, s'ka më rëndësi. Më rëndësishme është e ke bën një punë, Allahu e don, Allahu është problem. Shikoni pejgamberi ka thënë tabasumuka fi wajhi akhika sadaqa. Ti buzëqesh vëllaut tën në fytyrën e tij është sadaqa. Buzëqeshi është disponim. Buzëqeshi është një lloj relaksi në raporte me njerëz. Andaj kur ti e relakson raportin, kur ti ndikon në disponim dikujt, tek Allahu është problemesh. Madje ka el kalimatu tayyiba sadaqa. Fjala e mirë është sadak. Me fjalë të mirë t'ia thosh dikujt, një ngushëllim, një përkrahje, një përgëzim dikujt japësh, tek Allahu ki sevap. Andaj Allahu xhallahu e don punën e mirë. Allahu e don punën e mirë. Dhe Allahu te barek u bën të dashur besimtarë punën e mirë. Dhe u bën të urrëtur besimtarë punën e keqe. Kjo është nga mirësitë Allahu te barek u taala. Mirë po Allahu xhallahu ala ka kohra, ka situata caktuara kur punë e mirë don më shumë se në rrethana të tjera, se në ditë tjera. Andaj Allahu xhallahu në këto 10 ditë shpërblen më shumë. E don punë e mirë më shumë se në ditë të tjera. Kjo me mësim që na dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj besimtari dhe besimtarja të ndëruar shikues janë sikur se një shpend. Shtektojnë në viset e nxehta. Shpend nuk rrin në viset e ftofta. Kur vjen dimri shtektojnë, kjo është e njohur. Andaj besimtari shtekton, për ku shtekton? Shtekton ka kënaqësia Allahut te barekuhu teala. Ai lëviz gjithmonë në kërkim të kënaqësisë Allahut te barekuhu teala. Dhe nxiton në vazhdimsi që ta arrijë kënaqësinë Allahu xhallahu ala. Nga se për ne si besimtar, çështja më e rëndësishme, çështja jetike për neve është Allah I kënaqur apo jo. Ne mundohemi që gjithçka të japim këtë aspekt. Dhe mundohemi që të ruhemi nga gjithçka që mund të provokon hidhrimin Allahu te barekuhu teala. Qase kjo është nga kërkesat elementare të besimit në Allahun xhallahu xhelalu. Ka kërkesat elementare. Se ke besuar në Allahun xhallahu ala është normale që tashmë të kujdesesh për atë që Allah është I kënaqur, e të largosh, e të ruash, e të braktisësh atë që Allahu xhallahu ala
nuk është i kënaqur, nuk e don dhe hidhrohet në atë veprim apo në atë fjalë. Sikur në jetë përditshme të ndërruar shikues, ku nëse e don dikon, çka bën pastaj pas dashurie? Mundohesh çdo vepër, çdo lëvizje ta bësh në përputhje me atë që ai e don, për shkak se ti e don atë. Nuk është e mundshme, nuk paramendohet për shembull që dikush mund dikujt unë të dua ty. E pastaj veprat i bën komplet në shpërputhje me atë që ai don. Nëse më don pse po e bën këtë punë pra? Nëse e bën pse po më hidhron pra? E me njerëz mund të ndodhin afekte të caktuara, po do të them njeriu në esencë përpjeket që atë që e don me bëhet lumtur, me bëhet kënaqur. E çka ti më parlaon te vargu tala? Ne dojmë Allahun azza wa jall. Andaj ne duhet të insistojmë në vazhdimsi që të interesojmë se a thu vallë çka Allahu don. A thu vallë çka bën Allahu të kënaqur. E një përgjigje shumë domethënëse vije në këtë ditë. Allahu xhallahu ala i don këtë ditë më shumë se çdo ditë tjetër. Allahu xhallahu ala i don punë të mira në këtë ditë më shumë se në çdo ditë tjetër. Prandaj si do të jetë zilli jon? Si do të jetë përkushtimi jon në këto 10 ditë? A do të jetë angazhimi i rëndom, i zakonshëm, apo do të jetë ndryshe? A do të jetë këto ditë më të dashura për neve, me që janë tek Allahu më të dashura? Duhet të jetë më shkuar, duhet të jetë më të dashura, patjetër. Prandaj këtu ka një varr dobish që duhet t'i marrim parasysh kur bie fjala për 10 ditëshin e parë të muajit Dhul-Hijja. Përderisa kemi argumente të qarta se ky 10 ditësh qenë i vlefshëm, ky 10 ditë qenë tek Allahu i veçantë. Allahu e don veprën e mirë më shumë këtë ditë se jashtë këtyre ditëve. Prandaj si do të reagojmë ne? Reagimi i parë të ndërruar shikues, reagimi i parë i çdo besimtari, çdo besimtare. Në atë që Allah e ka vlerësuar është, edhe ai me vlerësu. Edhe ai me vlerësu. Në atë që Allah e ka vlerësu, edhe ne e vlerësojmë. Atë që Allah e ka madhru, edhe na e madhrujmë. Asaj që Allah i ka kushtu vëmendje, edhe na i kushtu vëmendje. Ka kërkuar Allah xhallahu nga ne që ne ti kushtu vëmendje. Edhe ne i përgjigjemi Allah xhallahu me këtë i kushtu vëmendje asaj që Allahu xhallahu ala na ka urdhëruar ti kushtu vëmendje. Andaj, hapi i parë është interesimi. Hapi i parë është brenga. Hapi i parë është kujdesi. A thu vallë, si kena mi kalu këtë ditë? A thu vallë, çfarë do bëjmë këtë ditë? Planifikojmë si kena mi kalu këtë 10 ditë. Kjo është hapi i parë. Domthonë, zgjimi nga gjumi i hutisë e habis, mobilizimi i madh në shfrytëzimin maksimal të çdo momenti të këtyre ditëve në shërbim të adhurimit dhe shtimit të sevapeve dhe arritjes së shpërblimit. Kjo është e para. Ta mandojmë, të flasim për këtë familjet tona, ulni me veten, me familjen, me shokët, me shoqet, me këtë që keni, bisedoni, po vjen dhe ditë çka kena me bë. A e përgatit, a s'e përgatit? Njerëz kur vjen dimi flasin, a e përgatit, a e ke bie drut, a e ke siguru me çka ki mundze, rrima shtrajt, bëj njerëz muhabet për shkak se vjen dimni. Tash vjen vera ka tjera diskutime, në gjithmonë në prag të çdo ngjarje flasim. A do flasim për Dhul-Hijjen? Asgjë interesim tek ne, domethënë këtë trajtim fetar për Dhul-Hijjen. Si musliman që jemi duhet me zgju shumë interesant madh. Madje duhet me qenë nga çështjet primare që në këto 10 ditë ne mirrim me to. Nga çështjet primare. Se nuk ka ditë më të mirë. Duhet shumë timi të kujdesshëm. Që atë që Allah e ka vlerësuar deri në këtë nivel, mos ta shpërfilim, mos ta injorojmë. Mos kemi çaste të zakonshme në këto 10 ditë, sikur të jenë ditë rëndomta, nga se nuk janë ditë rëndomta. Ndaj, nga treguesit se besimi është funksional, se besimi në zemrat tona është aktiv, është nga treguesit e kësaj është të vlerësojmë dhe të madhrojmë atë që Allahu e ka vlerësuar dhe atë që Allahu xhallahu ala e ka madhnuar. Atë që Allah e ka dalluar nga të tjerat, edhe ne duhet ta dallojmë. Sikur që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam. Andaj të ndëruar shikues, kjo çështje e parë domosdoshme, çështja e ngjallës së interesimit, çështja e madhnimit, çështja e vlerësimit, çështja e përgatitjes, planifikimit, diskutimit të përbashkët, kjo shumë është e rëndësishme. Para se marrë ditë i parë i Dhul-Hijjes. Ne fillojmë se sonte, nesër, qase mund të jetë mërkur apo ajë të ditë e parë e Dhul-Hijjes. Do të lajmëroni me siguri, merrni vesh.
në bazë të përcaktimit të datës së Arafatit, po me rëndësishë fillot mërkurën. Ma sigur, të fillot ajten, por mos t'ikin ditët, mëna që çdo moment të këtyre ditëve, ta kalosh në frymën e asaj që i shërben nesër daljes faqebardh para Allahut të manduar. Kjo që është e parë. Interesimi dhe mëdhërimi dhe planifikimi dhe diskutimi përbashkët që të krijojmë një ambient të përshtatshëm ku dominon diskutimi rreth Dhul-Hijjes. Mos lëni këto ditë me dominu asgjë të kjo. Përveç si do ta shfrytëzojmë këtë ditë, si do të jemi të devotshëm në raport me Allahun, si të pajtohemi, si të pendojmë, si të bëjmë mirë, si të ndihmojmë në emër të Allahut Azza wa Jall, që këto ditë të kemi të mbushura me punë të mira dhe si të largohemi nga punë të këqija. Për një 10 ditë bile spaku. Largoni nga përgojimi, largoni nga fjalët e këqija, largoni nga punë të këqija, largoni. Kujdes, ka si janë ditë veçanta. Ashtu sikur që rritet shpërblimi, rritet edhe qortimi dhe ndëshkimi në raport me mëkatet. Asë në ditë e veçanta, mos me madhnu Allahun xhallahu ala është vepër që njeriu qortohet për të. Çështja e dytë e ndërrosh shikues është që në këto ditë, domethënë, sikur që përmana në kuptim të diskutimit, është praktik të bëjmë punë të mira. Dikush mund të thotë e çka të bëjmë. Mas pari të ndërrosh shikues, që duhet ta bësh në këto 10 ditë të pendohesh tek Allahu xhallahu ala. Sinqerisht. Pendohu tek Allahu xhallahu për mëkatet, për lëshimet, për dobësitë, për mangësitë, pendohu tek Allahu xhallahu ala. Pendohu. Mundohu që gjatë këtyre ditëve sa më pak mëkate me bëni. Ne mëkatone bëjmë lëshim mëkate, është normale. Mundohu që këto 10 ditë sa më pak mëkate me bëni. Për shembull, sa pak neja po takime ku realisht nuk bën mohabete të mira. Sa më pak shikim në TV apo rrjetet sociale të pamjeve apo të çështjeve që nuk i shërbejnë moralit. Këto janë gjithmonë të kërkuara, po mundohu spaku këto 10 ditë. Këto 10 ditë mundohu me net gati namazit, 5 kohë të namazit, mundohu me net gati. Këse është nga veprat më të dashura tek Allahu namazi. E vepër më të dashur, me bënë ditë më të dashura është një kombinim që me të vërtetë të afron tek Allahu te bareku teala. Gjithashtu të në kuptim tjetër, për shembull, pak e që kuptime, po thjesht këshill. Tash po e shohim që me ngritjen e temperaturave ka filluar edhe të shfaqen tash edhe dalje të ndryshme, veçanërisht të motrave tona, të femrave, të bijave tona në për rruga. Jeni të kujdesshme të ndëruara motra. Nuk po them që domosdoshmërisht ose mbuloni ose çështja e mbulesës kam folur sa herë. Mbulesa është obligative. Për çdo femër besimtare të aftë mentalisht me e kuptu obligimin dhe të moshrritur, posa të hynë në moshën madhore. Kur të vijë cikli, obligohet që të mbulohet. Kjo çështje e caktuar me ligjin e Allahut xhallahu ala, me udhëzimet e Allahut, me Kur'an, nuk është çështje ime as askujt. Mirë, po nëse s'ki mundësi me dhënë mbuluar, më në bles paku të dalësh në rrugë me një veshje pak më të dinjitetshme, pak më të kujdesshme. Kujdes që ka po shfaq kur del në rrugë, edhe në publik, po edhe në shtëpi, para musafirëve, para të afërmve. Po në që ti në rrugë kur shkoni. Në që ti këto 10 ditë, mundohet që bles pa këto 10 ditë, që të një tesh pak më ndryshe. Janë ditë veçanta. S'pakun këto ditë të kemi kujdes që si po dalim. Nëse njerëzit po du me konë shkalama praktik, më përnegu se sa do t'jemi të kujdes në këto ditë. Së dikush për shambull, pin duhan. Duhan do të me lanë, është ndaluar. Mirë po, s'mojnë ka marë që është e jojta, me stime salat. S'paku mundohu këto 10 ditë mësë me pi. Dhe ditë madhore në këto. Dinë shumë, pëse po i se këta shambuj, qësh kemi dollë rrugë, qësh kemi pi duhan,
Pse po i se këto çka? Pa treguar dinin këto detaje interesonin që këto vetë më ndryshu. Lemon që tira Ramadore. Janë ditë veçanta. Mënohu që me këtë munësh me e minimizu mëkatimin. Sot ki mundësi, ose me eliminu mëkatin komplet nga jeta, ose minimizoje. Minimizoje këto dhe ditë. Okej, smush me lon krejt, smush me përmbush një obligim komplet, s'paku minimizoje. Minimizoje kundërshtim, minimizoje mungesën e zbatimit, ose minimizoje mëkatimin. Sot ki mundësi, janë dhe ditë veçanta. Kjo është ajo që duhet të kemi parasysh tek e dyta. Tek e treta, çka të bëjmë? E thashë para atë pendimit. Tash çka të bëjmë? Namazit me gati, 5 kohë namaz. Monohet që të rish gati obligimeve, e të largohesh nga haramat e mëdha, spakun këto 10 ditë, spakun në këto 10 ditë. Janë të veçanta të ndryshikues. A din që dietarët kanë diskutuar se a janë këto 10 ditë më të shenjta, më të vlefshme tek Allah, pa 10 ditë i fundit para mëneni. Dhe disa dietarë kanë vlerësuar 10 ditën e fundit, 10 ditën e fundit të Ramazanit, e disa 10 ditën e parë të Dhul-Hijjes, e disa kanë bënë një bashkim shumë interesant. Kanë thënë se nata në 10 netësh në fundit është më e vlefshme se nata e Dhul-Hijjes. Pse? Pse në 10 netësh në fundit është nata e Kadrit. Ajo e bën atë 10 netësh më të vlefshëm se 10 netësh i Dhul-Hijjes. Por kur bie për dita kur është, dita e Dhul-Hijjes është më e vlefshme se dita e 10 të fundit të Ramazanit. A kuptoni çfarë vlerë ka? A kuptoni? Pse? Për shkak se në 10 ditën e Dhul-Hijjes kryhet obligimi, që është shtyllë e besimit, haxhi. Në këto 10 është Arafati, dita më e mirë, më e dashur tek Allahu xhallahu ala, dita e Arafatit. Ndaj, këto janë të veçanta sikur që ceka. Andaj kujdes në haramet, kujdes në obligimet, s'paku këto 10 ditë. Pastaj kemi edhe vepra vullnetare. Vepra vullnetare. Agjerim, sot ki mundësi. 1 ditë, 2 ditë, 9 ditë, se dita e 10 është ditë e Bajramit. Dita e 10 e muajit të Dhul-Hijjes është ditë e Bajramit. Ama 9 ditë me agjeru, 7 ditë, 8 ditë, 5 ditë, sa të mundesh. 1 ditë, me anë mundësive, me shëndet, me angazhime. Është vullnetar, po sot ki mundësi. Ja për sadaka, çdo ditë është mirë. Po dikush po nuk kam çdo ditë, në rregull. 1 ditë po, 1 ditë jo. 1 ditë s'pa ku jep. Ndaj sadakan, mos jep për njerë krejt. Ndaj, sot 10 euro, 5 euro. Sot ki mundësi. Po jep sadaka. Lexo Kur'an, dhe dëgjo Kur'an. Çone Kur'anin dëgjone. Dëgjimi i është ibadet. Dëgjoni Kur'anin të ndrosh shikues. Shqip hapeni. Elshojni atë lexon arabisht e përcjellën e këto. Duke u mishuar me leximin e këndshëm të Kuranit, me ato fjalë të Allahut që prekin zemrën, të shoqëruara me kuptimin që e ke para duarve tua në Kur'an në gjuhën shqipe. Një kombinim që do të prodhon një gjendje sinqerisht ndoshta të veçantë për ty. Veçantë për ty. Lexo Kur'an. Dhe ajo që është nga më të rëndësishme të nënshkues, përmendja Allahu xhallahu ala. Përmendeni Allahun shumë në këtë ditë. Përmendeni Allahun shumë, vazhdimisht. Qase përmendja Allahu xhallahu nuk kërkon angazhim të veçantë. Pra mu fal, vyn me qenë, domthon, në vend caktuar, vyn me pas abdes, vyn dhikr me bo përmendeni Allahu xhallahu nuk duhet kurrë. As abdes, as thim nga kibla, as kurrë. Po të abdes është më mirë, po nuk është obligim. Dhe subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, të katërën për më të mirave. Këto janë ato që dietarët kanë quajtur el-baqiyatus salihat. Këto janë ato që mbeten. Do mbetet shpëlimi, mbetet mirësia. Investimi më i mirë i mundshëm është në këto lutje. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Veçanërisht la ilaha illallah, Allahu akbar, sa më shumë. Allah xhallahu ala ka mësuar që ta madhojmë Allahun azza wajal. Po dhe të pejgamberi na ka mësuar që me bëu tehlil, la ilaha illallah, tekbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Me këndu tekbire ka të sillemi, ka të shkojmë,
Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Pa kanë du të këbira. Në shtëpi, në kërë kur je vetë, në rrugë s'mosh me dasën, më njërë tojnë qëka e ka gjetë. E pëse me konë situatë normale, vëllaj, njëri me dalë në tregë. E me thonë, Allahu akbar, me dalë në qendët e këtarë, Allahu akbar. Madhnotë Allah në gjithë anët. Po të na nuk është kjo njohë, nuk bën me dalë shtot. Nuk bën kështu me dalë, normal se njerëz bestizën, habitin çka ka. Po them me ditë njerëz vlerën e dhulhexhës edhe këtë bëjnë. Ibn Omeri radiallahu ta'ala në gjali Omerit radiallahu anhu ka dalë për tregj. Ka dalë për tregj. Edhe ka fillu Allahu akbar. Tregu ka ushtu bashkë me njerëz. Allahu akbar. Para çfarë subhanallahu çfarë situatë, çfarë ambienti. Kudo që shkon dhe më thirët emni Allahu xhallahu ala, ditë veçanta, ditë posaçme, madhnohet Allahu xhallahu ala, madhnohet në Qabe, madhnohet në Muzdelife, madhnohet në Arafat, madhnohet në vendin tonë, këtë botë madhnohet Allahu xhallahu ala. Çfarë gjendje posaçme njerëzimit të nërshikues. Që këto ditë Allahu të madhnohet. La ilaha illallah. Nuk ka zot që meriton të adhurohet me pas Allahut azh. Ai është një i vetmi, nuk ka shok. Allahu akbar, Allah është më i madhi. Allah është më i madh se gjithçka. Allah është më i madh se problemi jam. Allah është më i madh se smundja jam. Allah është më i madh se çdo kërkesë e psharake. Mas pari Allahu ti përgjigj nga se ai është më i madhi. Rikonfirmon pozitën që e ka Allahu në zemrën tonë. Ai është më i madhi. Më i rëndësishmi. Ai është më primari. Gjitha këto konfirmime realisht dalin nga goja jonë kur themi Allahu akbar. Andaj, mishrau me kuptimin e fjalëve, mishrau me kuptimin e lutjeve, që ta përetosh lutjen, që ta kuptosh çfarë po thua, çfarë po deklaron, çfarë po konfirmon. Dhe pastaj të insistosh që të përpothësh jetën tënde me këtë që ke deklaruar, me këtë që ke pranuar, me këtë që ke dëshmuar. Janë të rëndësishme këto të ndërshikues. Andaj para 10 ditë në këtë mobilizim, 10 ditë në këtë dinamik, ka çare zemra pa u zbuar, nuk ka çare pa u hapur për të Allahun xhallahu ala. Patjetër ka zemrën ngurcuar, e mbuluar me plorë të epsheve, të mëkateve, të materializmit të egër, të përditshëm që na kanë ngulfat nga gjitha anët. Gjej ku për veten tonë. Mos e harro veten. Nëse vetja jote është më e rëndësishme se gjithçka. E nëse e harron dhunhexhen, nëse nuk miresh me adhurimin, nëse nuk miresh me pendimin, e ka harruar veten. Merru me vetën e juaj të ndërshikues. Çka i bën mal me vetën? Për çka e kriju? Pse të ka si Allah në dunja? Ku kime shku ma soj bote? Merë dhe pregatit për këtë. Se ne kemi besimin tonë, që në kuadrë të këti na kena mësuar se njeriu ka më rinjallë, njeriu ka më dhënë llogari, njeriu ka me dalë për Allahut manduar dhe ka me e marë verdiktin përfundimtar të gjykimit nga gjykatësi më i drejtë. Në xhennet apo në xhenem Allah na ruaj. Prandaj kujdes të ndroshikues. Jeta shkon shpejt vallahi. 10 ditë shkojnë shpejt. Shkoj Ramazani. A shkoj? Shkon 10 ditë, shkon krejt shkon. Çka ka met? Ai që lodh ka pushu u kry. Ai që ka flajt ka shku. Ka shku gjitha ka shku. Edhe lodhja, edhe pushimi, edhe ushqimi, edhe etja, edhe uria, këtë kanë shku. Por veç dallon. Ai që është lodh, ai që ka flajt. Ai që është përpjekje, ai që ka qenë neglizhent, dallon, ka se këti ka me shpërlimi, këti ka me premtimi për xhenet, këti Allah na ruaj. Prandaj të ndroshikues, këto 10 ditë vëllai shkojnë. Habite vetë kur shë Bajrami. U mbyll 10 ditë edhe rregjës u kryen. Bajrami e 2-3 ditë, musafir habitesh, kthehesh në normale, shkuan 10 ditë. Po ato shkojnë, po është e rëndësishme se çka po shkruhet në regjistrin tënd gjatë këtyre 10 ditëve. Çka po shkruhet? Apo shkruhet adhurimi, apo shkruhet kujdesi, apo shkruhet spaku minimizimi i mëkatimit, nëse s'ka mundësi me elmu komplet, po them kushtimisht. Çka po shkruhet aty? Apo po shkruhet neglizhenca, injorimi, inferioriteti, mungesa për kushtimit, çka po shkruhet? Çka? Me çfarë dosje kena më dalë tek Allahu i manduar të ndroshikues? Me çfarë dosje? Çdo kush nga ne e ka në qafë një dosje ti. Që Allah thot, nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba.
gjë njeriu që kemi vendosur në qafën e tij, nuk e shohim, nuk ka kështu e varur si më njëri. Po mbi qafën e tij, në përsinë e tij, Allahu ka vendosur që të shkruaj gjithçka, një fletushk, një libër, që njeriu aty shkruan të ardhmën e tij, shkruan storin e suksesit të tij apo fatkeqësisht dështimit të tij. Çka po shkruan fleturën tonë? E ditën e gjykimit nukhriju lahu yawm al-qiyamah. Allahu i nxjerrim këtë libër e themi iqra. Lexo, iqra kitabak. Lexo librin tënd, lexo rrefimin tënd, lexo storin e jetës tënde. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Mjafton që ti tash të gjykosh për vetën tonë. Ha, çka po thosh? Në në shikua situata është serioze. Njerëz që kanë marrë çështën e ahiretit sinqerisht me shumë komoditet, me shumë sportivitet, nuk e di prej ka kanë marrë këtë, por nuk është mirë. Nuk po them që duhet njëri, domthonë, me vajtuem, jo, nuk është më, s'është e kërkuar vajtimi, as merimi, kjo është ndaluar. Por kujdesi, vigjilenca, të jemi të zgjuar, jo të përgjumur, ka shi realiteteve të këtilla, që të pyesë vetën tonë, ka po shkon? Ato thonë, çka po don? Çka po pret në të ardhmen? Me që ne musliman, dhe ne besojmë nga kushtet e besimit tonë me besojmë në ringjallje. Çka i thosh Allahu xhallahu ala? Çka i thosh Allahu te barekutaala? Ai të ndrosh shikos, kujdes me kohën, kujdes me veprat, kujdes me fjalët, kujdes me dukjen, kujdes me daljen, kujdes me shoqërimin, kujdes me gjitha, kujdes. Nëse je në 10 ditët më të mira të mundshme të jetës tënde, mund të jenë qelç i shpëtimit, vallahi. Këto 10 mund të jenë qelç që të cilin sy në dynjë në ahiret. Nuk dihet. Andaj Allahu xhallahu ala është ai që shpërblen. Kërkoje ka shpërblim me ngulm në këto 10 ditë, me një intensitet të shtuar të adhurimeve, të përkushtimit, por edhe të largimin nga mëkatet. 10 ditë më të mirat mundshme. Më të mirat që kalin dilli ndonjëherë në këtë dunjë, një 10 ditët e muajit Dhul-Hijja, e që jemi në prag të tij. Që jemi në prag të tij, një ditë dy na ndajnë nga hyrja në këto ditë. Prandaj, të ndërrosh shikues, luteni Allahun xhallahu ala. Luteni Allahun që nga sonte, o Allah, më jap shëndet, më jap sukses, më jap vëmendje, më jap kujdes që këto ditë të shfrytëzoj si më së miri, ashtu që shi ti kënaqur. Luteni Allahun xhallahu ala. Kërkoni ndihmën e Allahut si ju ndihmon. Mbështetu në Allahun xhalla xhelalu për të 10 ditë që më pa që shko me kështu situata. Kjo është e kërkuar të nërshikues. Këto janë këshilla që patashim me dhon. E përmbyllë dua të them edhe një çështje më rëndësi. Në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, në kohën e Omerit, një nën me një vajzë të saj kanë përgatitur qumshtin natën për me shit nesër në treg. Omeri kështë nëzirë një dekret se ndalohet të përzijet qumshti me ujë. Shetini qumshtin ashtu si është. E ligjë. Dhe nëna me të bijen, po përgatitin në ato të ashtë që kanë pas shishit e caktuar të asoj kohë për me shit në treg. Omeri ka pas zakon, udhëhet se i duhur, i drejt, që ka frikë Allahun xhallahu ala që e din që komandon llogari për pushtetin, për mundësinë, për kompetenca që i ka pas. Si është sill. Ato natën më kujdes mos ka me dikush në rrugë i uritur, mos ka me, mos ka ndonjë kacafil, mos ka problem dikon. Po, ka pas në atë kohë njerëz që ka marrë rënin, normal, sikur sot. Ka pas njerëz, ka pas ushtri, ka pas njerëz që janë kuj për sigurinë e njerëzve, po ky ka dashur me dal vet, me dal Medinë. Dhe natën, befas shenjë shtëpi që e kishte llambën ende të ndezur. E llamba e ndezur në orët e vona të asaj kohe, nuk kuptonte se diçka nuk ka rregull. Për faktin se njerëzit në atë kohë flanin. U afrua Omeri tek ajo shtëpi dhe po dëgjon diskutim. Ase morët ishin tolla. Madje kishte vënë që dera kryesore ishte nga pëlhura, nga një lëkurë kafshë. Ndëgjë diskutimin mes nonës edhe të bijes. E bija po i thot nonës, o non, nuk bën me mush qumshtin me ujë. Së nënë i thënë të mbushe ka pak, që realisht nuk vrejet, po ne fitojnë ma shumë. Thojnë nuk bën, nëse Omeri e ka ndalu.
Omeri po dëgjojnë jashtë, ato nuk po dinë se Omeri është jashtë. Shikoni koincidencën. Tha, Omeri ka ndalu. Nëna po i thot bijes, o bija ime, Omeri flantash. O lodh, gjatë ditës ka pas angazhime, takime, probleme, ai flantash. Andaj nuk kuptohet, nuk po thënë vendosë shumë, po vendosë ka pak. Kënë të bijen e zgjuar, këtë zgjim që po e kërkojmë, nga gjumi, i hutis, i gafletit, i mëkateve. I tha nëse flan Omeri, Zoti i Omerit nuk flan. Ajna shë. Edhe ashtu është në shikues. Allahu tha, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu nuk e merr as koti as gjumi, ai nuk flan. Ai është el hayy el qayyum, është i gjallë që nuk vdes. Ai mban gjithçka, e atë nuk e mban askush. Të gjithë kanë nevojë për te, ai nuk ka nevojë për askë. Ky është Zoti jon. Prandaj do t'i më të edukuar në për të Allahu xhallahu ala. Me të kujdesshëm me te. Ai është furnizuesi, ai është kujdestari, ai është mbrojtësi, ai është shëruesi. Çdo të mirë kemi nga Allahu te bareka te ala. Dhe këto 10 ditë që Allahu xhallahu ala i ka vlerësuar, ka hap mundësinë që të fitojmë shumë, nuk i duan Allahu azza wa jall. Absolutisht. Këtë bota me qenë përkushtuar në adhurim në këto 10 ditë, Allahu nuk ka shtuar as fuqinë, as furnizimin kurrë. Po këtë bota me injoru 10 ditën, heq mos më marr me te. Edhe me bu këtë gjënat e mundshme në këto 10 ditë, Allah nuk i paksohet absolutisht nga pushteti i tij dhe nga furnizimi i tij. Se Allah xhallahu ala është Zoti absolut, gjithçka është në dorën e tij. Ai jep kujdon dhe ai merr kujdon. Ai e ndihmon këdon, e lën në forcat e tij vetanake të njeriut këdon, nga se s'ka kërkuar ndihmën e Allah xhallahu ala. Ai e ngrit këdon, e poshton, e ul këdon. Gjithçka është në dorën e tij. Gjithçka është brenda sundimit, fuqisë së Allahut, në dijes së Allahut te barekuta. Që është për neve. Këto 10 ditë neve na duan. Ne jemi të varfër. Kemi në për sezona të tilla ku pasurohemi me pak angazhim, me pak përkushtim dhe vëmendje. Para nuk keni 100 ditë. Po janë 10 e që kërkohet ime të kujdesshëm të ndërshikues. Andaj ata që kanë shkuar në haxh, po e kanë një avantazh në disa aspekte për faktin se janë qabe, janë në haxh, adhurimi i haxhit është i madh, po edhe ne nuk kemi të privuar nga çdo e mirë. Edhe ne jemi përballë një sofre shumë të begat. Nëse fitojmë dhe angazhohemi dhe përpjekemi, bëuni të bindur se mund të konkurrojmë haxhiu, madje edhe mund t'u kalojmë shumë për tyne. Absolutisht kemi në qabe. Ka që situata serioze, ka që mundësia e madhe. Andaj mos neglizhoni, mos ignoroni këto ditë. Po, zgjoni veten e ju nga gjumi. Ngritni në nivelin e përkushtimit, ngritni në nivelin e kujdesit, në vetën e juaj, familjen, kudo që t'jeni, nga se këto 10 ditë janë të veçanta. Allahu i ruajt haxhilerët tanë që kanë shkuar në haxh, dhe haxhilerët e gjitha vendeve muslimane që janë në haxh. Allahu xhalla xhelaluhu u lehtësoft rrugtimin edhe atyre që kanë mbetë ende pa u nis. Dhe u mundsoj që të arrijnë shëndosh e mirë në vendin ku janë nis. Dashur Allahu xhalla wala që haxhilerët tanë të përcjell mëshira e Zotit, të kenë shëndet, rahati, mirëqenie, ata dhe familjet e tyre këtu, të kthehen shëndosh e mirë në vendin e tyre. Nëse për neve këtu, lutem Allahu xhalla wala që Allahu të na jap shëndet, na jap Allahu xhalla wala udhëzim, kujdes e vëmendje, që këto 10 ditë më të vërtet t'i kalojmë në mënyrë pak më të veçantë, më specifike. Ti dëshmojmë Allahu xhallahu ala për kushtimin tonë për të vlerësuar dhe mëdhenuar atë që ai vetë e ka vlerësuar dhe e ka mëdhenuar. Kaq për këtë pjesë të nderuar shikues, me kaq po e përmbyllim sonte me që edhe koha ka kaluar për të hapur mundësitë të komunikimit përmes lidhjes telefonike. Kërkoj falje për sonte që koha na shkoi tek Dhulhijja, po ja vlen. E mirë të kofshë në takimet e ardhshme. Zoti ju ruaj kudo që jeni. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.